çfarë ne kemi bërë në reformën në drejtësi ka qenë shpreha e një vullneti shumë të fortë edhe në drejtim të rritjes pagave të gjyqtarëve. U kemi dhënë atyre mesazhin që taksa paguesi shqiptar do të bëjë një sakrificë dhe do të paguajnë ekstra për të gjithë ata ndër ju që pasi të kalojnë procesin e vettingut do të përballen me sfidën e madhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të ndërtimit të një ngrehine solide bazuar mbi parimet dhe vlerat e kushtetutës dhe të jetës demokratike të atij pushteti në shërbim të qytetarëve dhe si garant i barazisë para ligjit. Dhe këtë bëm duke thyer praktikisht piramidën e pagave. Në çdo vend të botës ka një piramidë pagash, e cila fillon me presidentin e Republikës dhe zbret. Në ndërkohë që në mënyrën më të vetëdijshme pagat e gjyqtarëve ne i rritëm mbi të gjithë. I rritëm mbi të gjithë për ato arsye që thash, por nuk i vendosëm mbi të gjithë me idenë që sa herë do rriten këto, do rriten dhe këto. Dhe që Shqipëria do të bëka vendi i vetëm në planet ku mbi të gjithë dhe të gjitha është kasta e gjykatësve. Kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Të paktën jo me mua dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë si shumicë qeverisëse dhe jo në asnjë mënyrë si një sfidë ndaj pushtetit gjyqësor, por si një thirrje, si një domosdoshmëri e brendshme e shtetit që të gjitha kategoritë e shërbëtorëve të tij, përfshirë dhe gjykatësit, të kenë sensin e drejtës dhe sensin e shtetit, duke mos kërkuar qiqra në hell, aq më tepër pastaj duke përdorur dhe gurin dhe arrën që gjykatësit kanë dorë vetë. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është dhe arsyeja pse unë nuk kam hyrë në asnjë polemik me asnjë person, se nuk ka asgjë personale në këtë, ndërkohë që, siç ndodhi, jam sulmuar personalisht dhe është sulmuar qeveria nga autorët e deklaratës së një shoqate të gjykatësve që jam i bindur nuk janë konsultuar me të gjithë gjykatësit për tekstin, se jam i sigurt që do t'i thoshin po çfarë po bëni, ne jemi këtu për të kërkuar diçka për veten tonë, por nuk jemi këtu për të bërë politikë dhe për të sulmuar qeverinë e kësaj republike se të ishin parti politike.